pati interpretime të ndryshme dhe në aspektin ligjor sa i përket pjesës 61 numrave të nevojshëm. Pra duhet të ketë një lloj dëshmie se duhet të ekzistojnë këta numra ose jo? Fillimisht është e vërtetë që me nenin 95 paragrafi 4 të Kushtetutës, presidenti e vendit, po ashtu edhe me aktgjykimit e gjykatës kushtetuese me thekë veçantë të vitit 2014, kreu i shtetit duhet të bëjë përpjekje maksimale që të shmangë zgjedhjet. Mirë po, ndryshimi i emrit nga një person në personin tjetër nuk është përmbushje e konsideratës dhe mbi të gjitha arritja asaj teorisë gjasave, siç përcaktohet me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, se një person në këtë rast zoti Konjovsa do të mund të sigurojë numrin e mjaftueshëm pa shku me qoftë me marrëveshje konkrete, me ia prezantu kreut të shtetit ose edhe me eventualisht edhe me nënshkrime të së paku 61 deputetëve. Prandaj kjo aspekti i bindjes në bindjen time nuk duhet dhe nuk nënkupton aspektin subjektiv të bindjes së këtë rast kreut të shtetit, mirë po atë duhet është dashur spaku subjekti politik që ka pretenduar ose pretendon me marrë mandatimin për herë të dytë, me ofru prova, me ofru dëshmi konkrete përmes të cilave institucioni presidentit të shtetit, këtë rast presidenti e vendit do të bindej se ka mundësi me kriju një shumicë parlamentare në mënyrë që me shmangë zgjedhjet. Në mungesë të këtyre, natyrisht, që shto faktin të që pjesa tjetër e partive politike kanë shprehë qartazi edhe në opinion publik, por edhe në takim me presidentin e vendit që nuk kanë gatishmëri, nuk kanë numra, nuk kanë shumicë, prandaj në bindjen time dhënia e mandatimit zotit Konjovsa në rastin konkret është një tentativë për me arritë rezultate të ndryshme me rrugë, me metodologji të njëjtë e natyrisht shto faktin që pas marrjes së mandatimit vetë kreu i subjektit politik Lëvizje Vendimendose Përkatësirë zoti Kurti e deklaroi qartë që nuk kanë as synim e as nuk kanë marrëveshje me subjekte të tjera politike, çka natyrisht që në bindjen time është shumë e qartë që do të jetë vetëm një blerje e kohës që mund të jetë për kalkulime politike, kalkulime elektorale, që sa më afër të shkojnë drejt zgjedhjeve afërsisht data 28 dhjetor, ku potencialisht mund të kalkulohet në aspektin elektoral. Duhet të ndalem tek pjesa ku presidenti tha se kërkohen gjasa, jo garanci se janë 61 numra. Jo, ideja është përmes teorisë së gjasave, përmes gjasave të sigurohet se një person para mandatimit e ka mundësin me siguru një shumicë prej së baku 61 numrash për ta zgjedhur qeverinë e re, për ta marrë mandatimin në mënyrë që të shmangën zgjedhjet. Pra nga vetë fakti se janë gjasa i bie të mos jetë sigurisht është e pamjaftueshme shto faktin këtu që pjesa tjetër, do thonë ngjarjet e pjesa tjetër e deputetëve përfaqësuar nga liderët e subjektive politike vetëm e kanë konfirmuar një gjatë tillë se nuk kanë interes për me marrë mandatimin, prandaj vlerësoj që është vetëm një tentativë për të blerë kohë, e që natyrisht në bindjen time fakti që jemi tashmë drejt përfundimit të vitit, fakti që s'kemi buxhet të miratuar, kjo vetëm e rëndon në masë të konsiderueshme, domethënë aspektin politik i cili natyrisht që tash e ca muaj, domethënë kemi një situatë të tillë, prandaj vlerësoj që është një kohë shtesë e humbur, e që epilogu besoj që gjithë secili prej nesh e din që prap do të jetë i njëjtë ose afërsisht i njëjtë me atë paraprak që nënkupton që nuk do të arrihet një shumicë që në bindjen time nuk ka pas as gatishmëri e as vullnet për ta bërë një gjë të tillë për faktin se kemi parë jo pak situata ku natyrisht që nuk ka pas reflektim mbi gjitha të subjekti politik fitues për ta menaxhuar, le të thosha, këtë fitore pavarësisht është relative e në instancë fundit për këtë gjendje në cilën natyrisht që ndodhemi në skenën politike janë gjitha, por mbi të gjitha edhe në radhë të parë është partia fituese relative, ajo që nuk po arrin mjaftueshëm me menaxhu këtë fitore e që është thënë që pas publikimit të rezultateve që synimi tyre janë zgjedhjet e reja që në instancë fundit në bindjen time është jashtëzakonisht shqetësuese për nivelin në cilën aktualisht ndodhet skena politike e vendit.
Po, profesor, dim që qëndrimet e partive opozitare vazhdojnë të jenë të njëjta.